Në organizimin e iniciativës së pavarur studentore sot është protestuar kundër militarizimit të Kërçovës. Ju ftoj ta ndjekim lajmin. Me fillim ora 11 në sheshin e qytetit u demonstrua kundër militarizimit të Kërçovës dhe kundër maqedonishtes nga klasa e parë. Pas tuvimit, studentja Ilmie Beluli lexoi letrën kundër vendimit të maqedonishtes. Jemi mbledhur sot të kundërshtojmë militarizimin, kolonizimin e Kërçovës dhe heqjen e vendimit për mësimin e maqedonishtes nga klasa e parë. Ka disa arsye për të thënë stop mësimit të maqedonishtes nga klasa e parë. Plani i Todorovit dhe i grupës së tij paraqet lojën e djalëve, kurse ai vetë krokatet në mënyrë kanibale nga kënaqësia se përtunon trurin e njom të fëmijëve shqiptar. Nuk ka shembull në botë ku fëmia i klasës së parë për qejf të dikujt, krahas alfabetit të gjuhës amtare, përthunshëm do të mësonte edhe gjuhë të tjera. Më pas, studentët dhe qytetarët e Kërçovës marshuan drejt kazermës ushtarake duke brohuritur stop militarizimit të Kërçovës, stop kolonizimit të Kërçovës, poshtë vendimi maqedonishtes, poshtë vendimet e qeverisë Grueski. Stop militarizimit të qytetit tonë! Stop kolonizimit të Kërçovës! Stop padrejtësive! Duam vende pune jo ushtar! Pranë kazermës ushtarake, turma e studentëve dhe qytetarëve ndaloi dhe para të pranishmëve. Studentja Nora Osmani lexoi deklaratën e cila përmbante qëllimin dhe misionin e demonstratës. Pas librit famkeq Makedonska enciklopedia,
pas vendimit për mësim të maqedonishtes nga klasa e parë, pas projektit Shkupi 2014, ne jemi përballë një vendimi i cili është në dëm të gjithë shqiptarëve. Më datë 14 janar të këtij viti, Kërçovën e vizitoi Ministri i Mbrojtjes i këtij shteti. Në këtë vizitë u caktuan edhe vendet ku do u ndërtojnë banesat ushtarëve që do vinë. Kërçova po militarizohet, Kërçova po kolonizohet. Të pakënaqur me pozitën aktuale dhe me rrjedhat politike në ish Republikën Jugoslave të Maqedonisë, e më saktësisht në Kërçovë me rrethin, sot jemi mbledhur si iniciativë e pavarur studentore dhe kemi zgjedhur formën e marshit demonstrues si mënyrë për reagim ndaj të gjitha padrejtësive e me theks të veçantë. Demonstrojmë kundër vendimit për dislokim të ushtarëve Maqedonas në Kërçovë. Demonstrojmë kundër kolonizimit të Kërçovës. Demonstrojmë kundër vendimit për mësim të gjuhës maqedonishte nga klasa e parë. Vendosja e forcave ushtarake në kazermën e qytetit është në shpërputhje me interesat e popullit shqiptar, sepse është kolonizimi i Kërçovës, sepse ndryshon strukturën etnike të popullsisë dhe manifestohet si shtypje ndaj neve. Të gjitha këto ndikojnë në zhvillimin ekonomik të popullatës shqiptare, ku pasojat më të mëdha shihen në shpërnguljen dhe zbrazjen e Kërçovës nga popullsia shqiptare. Nëse ne heshtim kur vendoset për ne, ndryshimet që bëhen ose janë për të keq, ose janë simbolike. Prandaj, përmes kësaj demonstrate, ne ju zgjasim dorën dhe ju thërrasim që bashkarisht të reagojmë kundër vendimeve të slavo-maqedonasve, që ndërhyjnë në progresin tonë shoqëror. Ne sot kundërshtojmë në mënyrë paqësore politikën që cënon integritetin e shqiptarëve. Ne jemi çuar në këmbë, sepse nuk tolerojmë që fati ynë sërish të qëndrojë në duart të tjetërkujt. Sepse ne nuk tolerojmë që fati të bëhet rob i kompromiseve, të negociatave dhe trusnive tjera. Ne nuk duhet të qëndrojmë për ulur dhe servil ndaj pushtetit, përderisa ai na shkel dhe na përdos. Kjo politik nuk na përgjigjet neve, andaj duhet të refuzohet në tërësi, pa asnjë kompromis. Kjo politik duhet të refuzohet jo vetëm duke thënë jo, por duke u përmbushur vullneti i shqiptarëve. Ky është një problem me strategji të dizajnuar nga ana e slavo-maqedonasve. Prandaj demonstrojmë sot si dëshmi e një pakënaqësie kombëtare për të mos u bërë vatër e krizës. Çdo mbështetje dhe përkrahje është e mirëpritëse, por kjo është dhe do ngelet iniciativë e pavarur studentore e organizuar nga studentët duke u distancuar nga çdo ndërhyrje dhe nga çdo politikë. Populli ynë liri nuk duhet ta meritoj para askujt. Ajo i takon atij dhe pa kushte. Ne nuk lejojmë që populli ynë të mohohet. Nuk lejojmë që interesi ynë të shkilet. Prandaj, jemi bashkuar sot, studentë e qytetarë, për të mos u ndalur kurrë, kundër ushtrisë, kundër militarizimit të qytetit, kundër kolonizimit të Kërçovës. Ju faleminderit. Shihemi në protesta tjera.